Kuksi ka qenë ndalesa e radhës e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Papunësia, varfërimi, shtrëngtimi i çmimeve, rritja e naftës, ndërprerja e energjisë elektrike kanë qenë shqetësimet që banorët e kësaj zone i kanë paraqitur kreut të demokratëve. Kam votuar që 20 e sa vjet majtas. Mirë po më heq për punë, ma gjej një vend pune që të kam pagu taksa që 20 vjet. Dokumentet që më kanë dhënë mua kanë thonë filani është marrësim të lartë, lirohet nga detyra si mësues. Edhe futet me të mesme. 8 vjet asnjë nuk e kam punë. Me 5.000 lekë maj familje dhe me një tip ekonomike. Nuk ka, as vend pune, jam vetë i pesi. Me një përkrahje marr 32.000 lekë të vjetra. Që 35.000 lekë vjet fatura dritave. Mbyllja e universitetit është për ne shkrim. Ne nuk e përballojmë dot. Ma bërnut nuk ka ku me shku mama të që. Po duhet më shumë kam ke popull. Unë mbytëm me borgje. Banorët i kanë kujtuar kryeministrit se liçeni që furnizon me energji elektrike gjithë Shqipërinë ka përmbytur tokat e tyre dhe qeveria nuk ka dhënë asnjë ndihmë. Madje të parëve që u kanë ndërprerë energjinë janë ata. Furnizohet këtë Shqipëria me tokat e Kuksit që janë përmbyt dekret. Edhe sot vjen ndërprer energjinë mas pari Kuksit. Turp të kese. Unë i bona 48 vjet ku pa lënë qeverisht, o mos i ki. Nuk bëm jam marrë shpitin popullit. Tash një vetë i pensi ku ha për shembull. Ai ka thonë nuk do të ketë më parë që të paguhen nëpër spitale. Kështu ka premtuar. 2 fish janë tu pagu nëpër doktoratat. Problemi është që në vend që të reflektojnë e të riqin nga rruga e gabuar, po e çojnë zullumin edhe më thellë. Do të arrisin çmimin e energjisë kur s'kan hap asnjë vend pune. Taksat po i rrisin prapë për 2015. $460 milion më shumë planifikojnë me i marrë shqiptarëve. Banorët e zonave rurale janë shprehur të gatshëm për protesta pasi siç thanë ata, nuk kanë më asnjë mundësi për të jetuar për shkak të rritjes së çmimeve për të punuar dhe mbjell tokën.